Të nderuara media, gazetar, më vjen shumë mirë që po takohemi sërish në Kuvendin e Republikës së Kosovës, pak para se të filloj seanca konstituive apo vazhdimi i seancës konstituive. Siç tashmë jeni në dieni, kryesuesi i seancës konstituive, zoti Admir Dehari, me qëllim të një konsensusi ndërmjet subjekteve politike apo partive politike, na ka ftuar sot që të jemi të pranishëm në një takim konsultativ në orën 11:30. Ne kemi qenë të pranishëm në këtë takim konsultativ. Aty kemi diskutuar format se cila është mënyra më e mirë për të dalë nga blokada e shkaktuar nga opozita. Ne kemi përmendur disa aspekte që besoj që janë të rëndësishme që të adresohen edhe në këtë konferencë. Së pari, siç e kemi thënë në vazhdimsi, vendimi i Kuvendit për mos verifikimin e mandateve të deputetëve është një vendim i paprecedent dhe në rrethana normale do duhej që ata të cilët refuzojnë mandatin e tyre sepse kanë kundërshtuar verifikimin që të zëvendësohen me deputetë të tjerë, siç e kemi thënë edhe në paraqitje tjera publike. Pra, ata të cilët janë në radhë dhe që kanë fituar më së shumti vota nga subjektet politike. Ne kemi disa zgjidhje përpara vetës. Këtu janë përmendur edhe datat e zgjedhjeve. Siç e keni parë, kryetari i PDK-s ka përmendur datën 15 qershor për të shkuar, si datë të mundshme për të shkuar në zgjedhje. Sigurisht që ne jemi të hapur që diskutojmë datat e zgjedhjeve në Republikën e Kosovës, por edhe për këtë duhet të ketë dakordim ndërmjet subjekteve politike. Ne në seancën e kaluar kemi përmend një nga propozimet që mund komisioni i ri ose komisioni që ka qenë përgjegjës paraprakisht me një autorizim të Kuvendit që të mblidhet edhe një herë që të shqyrtoj raportin që e ka marrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe të procedoj në Kuvendin e Republikës Kosovës këtë raport për votim. Ishte dakordimi në këtë takim konsultativ nga gjithë përfaqësuesit e partive politike që ta autorizojmë edhe një herë këtë komision për verifikim të mandateve, të votohet unanimisht raporti, sepse keni parasysh, nuk është përgjegjësi e mazhorancës që të verifikoj mandatet e deputetëve të opozitës. Pra, të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës e kanë për obligim që të votojnë për verifikimin e mandateve të tyre, rrjedhimisht si përfundim, edhe nga ky takim konsultativ u dakorduam të gjithë, pa asnjë dallim, që e vetmja mënyrë se si mund të dalim nga kjo situatë është që nëse votojmë të gjithë deputetët e grupeve parlamentare për raportin. Për këtë u pajtuan edhe subjekte tjera, për këtë u pajtuam edhe ne, pra e them edhe një herë, vetëvendosje nuk do të votoj si e vetme, pra si subjekti vetëm politik, për raportin në mënyrë që t'ua verifikoj mandatet ne deputetëve të opozitës. Kjo s'do të ndodhë, nuk do të ndodhë edhe sot, por uroj që dakordimin që e kemi pasur në takimin konsultativ, pra ati dakordimi ti përmbahen subjektet politika, ashtu siç ishte dakordimi dhe përfundimi i kryesuesit të seancës konstituive, prandaj nëse është kështu edhe ne do të votojmë për. Edhe në komision, por edhe në seancën konstituive. Zonja Kusarja, dëshiron? Po, faleminderit zonja Gjiu. Shkurtimisht vetëm shtesë që ta keni si informacion, si do të pasoj tashmë kontinuiteti i seancës. Kryesuesi i seancës do të kërkoj miratimin e gjithë deputetëve në sallë për rivotimin, gjithsesi kthimin në votim ose kthimin në pikën 0 të Komisionit për verifikimin e raportit për mandatet e deputetëve dhe jemi dakorduar, siç e përmendi zonja Gjiu, që të gjithë që ai të votohet për, pas saj tërhiqet komisioni dhe bën verifikimin. Vetëm në rastin kur ai raport kthehet me votat unanime të gjithë përfaqësuesve të grupeve parlamentare për dhe në favor të verifikimit të mandateve, edhe ne do të votojmë për dhe në favor të verifikimit të mandateve. Edhe një herë, ky është një raport i institucionit që është përgjegjës për administrimin e zgjedhjeve dhe verifikimin e mandateve të deputetëve, Komisioni Qendror Zgjedhor, dhe si i tillë nuk është në peshën tonë që të sigurohemi që ai raport të kaloj. Përderisa nuk ka pajtueshmëri të grupeve tjera për të marrë mandate. Kushtetuta e Republikës së Kosovës e parasheh që
mandati i deputetes është i pavlefshëm nëse nuk e bën betimin. Rrjedhimisht ne sot nuk e kemi ende mandatin politik të përcjell nga qytetarët e Republikës, pasi që po pengohet hapi i betimit të deputetëve me mosvotim. Dhe kjo krejt sipas skenareve që po paraqiten apo si qëndrimeve që po paraqiten, ka të bëjë me shfrytëzimin e mundësive që pastaj të kontestohet në kushtetuese një proces i tillë. Prandaj për ne është shumë rëndësishme që ky votim të ketë unanimitet, të mos ketë ngjyrime politike, ndërsa për politika ka kohë mjaftueshëm pas betimit të deputetëve, marrjes mandatet dhe formimit të organeve të kuvendit.